Gjykata e posaçme ka vendosur që të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku e po ashtu ka ndaluar daljen e saj nga Shqipëria. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën dhe kënaqësi për mua. Avokata, ishte i pritshëm ky vendim i gjykatës së posaçme? Shiko, të flasim drejt nga ana juridike. Prokuroria do të ndiqte standardin që ka ndjekur deri sot. Padyshim që kur një ministër apo një zyrtar është i pandehur nën akuzë dhe i pandehur, siç është donja Balluku, nuk mbetet gjë tjetër që ta pezullosh atë detyra, sepse në momentin që ti atë e akuzon për pabarazi në tendra, ose për korrupsion, ose për vepra penale që kanë lidhje me punën, me funksionin e saj, detyrimisht që masa ndaluese, siç është ajo e pezullimit nga detyra, është më normalja. Dhe kështu që në rastin konkret, donja Balluku duhet të ishte marrë kjo masë që në momentin që ju komunikua akuza. Pra, që në momentin kur ajo shkoi dhe u mori e pandehur, pra firmosin si e pandehur. Dhe në kuptim të kësaj, mendoj që sot nuk ishte asgjë, vetëm një veprim ose një lëvizje procedurale e pritshme nga ana e organit të procedues, prokuroria, dhe padyshim që ka vendosur gjykata. Kështu që unë si jurist i avokat e shikoj shumë normale një masë të tillë të një zyrtari që akuzohet për fondet publike, për shpërdorim të tyre dhe që shkon në zyrë. Shkoja në zyrë e tij përbën rrezik, padyshim për prishjen, manipulimin e provave, intimidim të dëshmitarëve me fuqinë që të jep posti publik. Dhe kështu që ti mundet të kryesh veprime që nesër mundet të jenë problem për zbardhjen e çështjes nga ana e organit procedues. Prandaj që për ta mbyllur pyetjen tuaj, është një veprim krejt normal, padyshim i vonuar nga ana e organit të akuzës, dhe kështu që për mua nuk e di nëse do marr masë tjetër nga të shtrënguese, sepse kjo ishte masë ndaluese, nga ato që parashikon neni 232 kodit procedurës, heqje pasaporte ose detyrim për të paraqitur pranë oficerit policisë apo të tjera masa për të cilat i parashikon kodi i procedurës. Prandaj që jemi në pritje, sepse veprimet procedurale kanë marrin kohën e tyre. Padyshim që unë kam thënë dhe vazhdoj të them, nuk jam për arrest me burg edhe të natyrave persekutuese ose të natyrave të heqjes së lirisë, por jam padyshim që çdo kush të ketë mundësinë të ballafaqohet me drejtësinë, por në kushte normale të një vendi normal dhe ku prezumimi i pafajësisë të jetë të prevalojë mbi gjithçka. Avokat, më njëherë pas vendimit që të gjykatës speciale ka pasur një takim të Ballukut me kryeministrin Rama. Të paktën kështu është raportuar në media që Balluku është parë të shkojë në kryeministri. Cila është lëvizja e kryeministrit, pra çfarë rrugësh ka kryeministri në këto momente kur ka një vendim të gjykatës për pezullimin e zëvendësit të tij? I nderuar, kryeministri nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të largoj zëvendësen e tij dhe ministrin e infrastrukturës dhe atë ta asocioj me dikë tjetër. Nuk ka zgjidhje të dytë, pra dy opsione, do bëj këtë apo do bëj atë. E vetmja mundësi është që donja Balluku ka shkuar te kryeministri, padyshim i ka paraqitur atij ndoshta edhe dorëheqje, këtë nuk e dim, ne aludojmë si duhet funksionojë, por është kryeministri në fund fare pastaj që duhet të bëj me dije opinionin publik, sepse këtu diskutohet për ministra,
diskutohet për njerëz të qeverisë, të cilët jo vetëm kanë menaxhuar financat e shtetit shqiptar, por janë persona të cilët dhe janë zgjedhur dhe janë votuar. Pra, janë persona publik që kanë marrë edhe votën për të mbrojtur interesat e publikut të një parti, për një parti të caktuar. Dhe kështu që transparenca në rastin konkret duhet të jetë padyshim gjëja më normale, më e mirë që publiku të kuptojë çfarë po ndodh me qeverinë shqiptare. Padyshim unë dhe ne të gjithë që kuptojmë edhe nga politika edhe si funksionon kur një ministër është i qeverisë, ose më saktë zëvendës kryeministri numër 2 i qeverisë merr në e tij bjen qeveri e kështu me radhë, por jemi mësuar në kushte të një, i referohemi vendeve që janë të përparuara në mendimin politik dhe kanë përgjegjësi morale përpara publikut. Në Shqipëri kjo gjë nuk funksionon, por të paktën të bëhet minimumi që të përballet kryeministri në opinionin publik dhe të gjithë ju gazetarëve, mediave, tu njoftojnë çfarë masash ka marrë dhe çfarë po bëhet me zëvendësen e tij. Në kuptimin politik, jo në kuptimin juridik, por në kuptimin politik ai ka detyrimin që të informoj publikun për çfarë po ndodh me qeverinë e tij. Avokat, Ballukut i është shtuar edhe një hetim tjetër që ka të bëjë me Unazën e Madhe. Parë dhe nga numri i hetimeve që ka nisur ndaj saj, besoni që si funksionare shtetërore, si zyrtare e shteti, Balluku tashmë nuk pra është drejt fundit, si e shikoni të ardhmen e saj? Unë duhet të flas juridikisht, dhe ju them që ne duhet të lëmë të presim përfundimin e hetimeve, të presim çfarë prokuroria disponon dhe çfarë akuzash të tjera nëse ka do t'i ngarkoj asaj, dhe padyshim derisa jetojmë në një vend, mendohet me ligje, mendohet me një kushtetutë demokratike, apo që kemi firmosur dhe si pjesë e Këshillit të Evropës dhe bazohemi te Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut, mendoj që prezumimi i pafajësisë duhet të jetë në logjikën e çdo juristi dhe çdo njeriu të iluminuar. Pastaj retorika politike e njerëzve të cilët kanë dhe me të drejtë kanë padyshim kanë të drejtën e tyre dhe ata që të bëjnë luftën politike në media për ta quajtur të korruptuar, do dënohet kaq, dënohet kaq, ajo është gjë tjetër. Unë po flas këtu në cilësinë e një avokati që duhet të jem shumë i kujdesshëm kur flasim për akuza dhe kur flasim marrjen pandeu dhe kur diskutojmë proces gjyqësor, sepse në fund fare derisa të flas gjykata me vendim të formës prerë, ne padyshim duhet të jemi të kujdesshëm për çdo akuzë që diskutojmë në media dhe çdo akuzë që prokuroria e posaçme e ngarkon, i hedh apo i mendon për zëvendës kryeministre. Problemi është ky që ne dim vetëm një anë. Njëra anë është ana e prokurorisë. Prokuroria nuk është gjykat. Prokuroria mund të akuzojë edhe për tradhtim ndaj atë mund të akuzojë për çdo lloj vepre penale, por duhet të dëgjojmë dhe duhet të shikojmë të rezervojmë të drejtën për të folur, pasi të njihemi me çdo lloj dokumentacioni, të njihemi me çdo lloj akti, të njihemi padyshim të dëgjojmë në palën tjetër që është e akuzuar dhe të presim në fund fare vendimin e gjykatës. Unë mendoj dhe besoj që nuk jam nga ata që të them tani që në Shqipëri nuk ka korrupsion. Nuk jam nga ata që mund të them tani që shikon në Shqipëri ministrat janë të pakorruptuar, sistemi është i pakorruptuar, i gjithë administrata publike, por nuk mundet të lejoj që të akuzoj pa prova dikë. Pra në kuptimi që derisa të flas gjykata. Thash, avokatët duhet të jenë shumë të kujdesshëm kur diskutojnë
për sa i përket akuzave të organit procedues, sepse ne kemi klientët tanë që akuzohen nga kjo prokurori dhe unë me sinqeritet u them këtë që ajo prokurori përdor edhe imazhin publik, pra përdor edhe publikun për të bërë gjyqe publike, për të bërë gjyqe në media, por në fakt kur ballafaqohesh me çfarë ka organi i akuzës dhe çfarë flitet në provat që ata paraqesin dhe i disponojmë ne avokatët, shikojmë që ka një diferencë shumë të madhe ndërmjet asaj që thuhet dhe realitetit që ndodhet në aktet procesuale. Kanë një të penduar në grupin e Belinda Ballukut, pasur parasysh nga mënyra e hetimit, se është folur shpesh që përgjimet ose më saktë mesazhet janë gjetur të ruajtur si në screenshot. Janë bërë dhe janë ruajtur mesazhet, nuk janë gjetur në telefon si biseda, por si foto, screenshoti të ruajtura të bëra bisedat e asaj me Evis Berberin. Pra, ka një të penduar në këtë mes që mund të ketë nxjerrë diçka që erdhi deri në, po themi, akuzat e Ballukut. Si e shikoni këtë proces gjyqësor? Duhet të dim diçka dhe publikut ta informojnë për gjithçka. Bisedat telefonike nuk janë prova, as mesazhet nuk janë prova, as takimet nuk janë prova. Ato janë mjeti që të çon tek prova. Nëse mesazhet apo telefonatat, përgjimet gërshetohen, pra ato ballafaqohen me veprimet e tyre në atë moment, një ditë më pas, një muaj më pas, apo diçka më pas, dhe rezultojnë në bazë të atyre dhe në bazë të veprimeve që kanë ndodhur, rezultojnë që janë në vijimësi, atëre ato merren si prova. Pra, prova është ajo që kapet pasi ti ke bërë përgjimin, pasi ti ke dëgjuar, ke zbuluar telefonatën, pasi ti ke parë mesazhin. Nëse supozojmë në datën X, datën 10 është bërë një mesazh dhe rezulton në X vit dhe rezulton që 10 ditë më pas, 20 ditë më pas, ka patur një veprim konkret lidhur me ato mesazhe, si vijimi atyre mesazheve, atëherë kjo është prova, sepse ne kemi arritur të kapim provën. Pra, nga mesazhi që është prova, është indicia, kemi shkuar te prova. Pra, nëse nuk vërshetohen në mënyrë korrekte këto, atëherë nuk kemi prova, kemi thjesht fjalë. Sepse unë mund të diskutoj me ju tani që unë duhet të vras filanin. Po kjo nuk është provë, kjo është një mënyrë për të zbardhur, për të çuar te prova. Po nëse nuk ka ndodhur fakti, atëherë kjo nuk është më provë, nuk është vepër penale më. Dhe kështu që duhet të jemi të kujdesshëm për çfarë hidhen në publik nga mesazhet në publik dhe çfarë ka ndodhur realisht në momentin që janë dërguar apo janë marrë këto mesazhe. Prandaj që është një punë shumë e madhe hetimore, investigative, kështu me radhë, që ti të zbardhësh mesazhet. Sepse mesazhi është mesazh. Mesazhi mund të bëhet edhe për të devijuar nga një e vërtet tjetër nesër. Prandaj që bota dhe ne, edhe në kodin e procedurës, edhe në kushtetut, edhe kudo, mesazhi apo telefonata nuk është provë, po është mjeti që të çon te prova. Kështu që ne qytetarët po gajasen, po kënaqen me mesazhe se po dëgjojmë aty lloj-lloj, jo palloshi, jo gjëra të natyre. Por problemi qëndron që duhet të gërshetuar këto, të kryqëzohen këto bashkë që të arrijmë tek prova. Dhe kështu që unë mendoj se duhet t'ia lëmë hetimit për sa i përket veprës penale që ju thatë pak më parë, atë të korrupsionit apo atë të mos gaboj të Unazës Tiranës. Prandaj që t'i japim kohës dhe të shikojmë ecurinë e hetimeve, sepse ne tani thjesht bazohemi në 3-4 rreshta që shkruan prokuroria e posaçme, por nuk kemi materialin hetimor, dhe pa parë materialin hetimor, ne nuk mundet të flasim, sepse edhe sot dhe di është folur për presidentin Meta, në fakt, unë që shikoj që kam dosje, më vjen për të qeshur kur gjoj njerëzit që flasin korrupsion, sepse nuk rezulton asnjë prej akteve në dosje
në një lidhje korruptive, në një tender, në një koncesion e kështu me radhë. Prandaj që duhet jemi shumë të kujdesshëm kur ne të paktën nga avokatët, kur bëjmë analizat tona juridike. Avokata, mendoni që hetimit duhet shtrihen edhe më lart se Belinda Balluku? Shiko, Belinda Balluku është zëvendës kryeministre, është numri 2. Unë mendoj se në rastin konkret, zoti Rama nuk mund të thotë që ëngën darda pas shpine, si tha për zotin Ametaj. Hajde dhe ja falem, ose bëm sikur ja falem, ose bëm sikur se kuptuam, që ai po tallej me ne, që thosh për ëngrën darda pas shpine. Unë nuk mendoj që në një autokrat si zoti Rama, që kontrollon çdo cep të Shqipërisë me informacion, mos të di për bashkëpunëtorët, për ministrat e tij. Unë jam i bindur që zoti Rama nuk ka ministra, i ka kukull aty. Sepse zoti Rama qeveris, zoti Rama drejton policinë e shtetit, drejton doganat, drejton tatimet, drejton të gjitha ministritë po dëshitu të jashtme, të brendshme, çfarë doni ju, me i nuk, me i nuv, me çfarë të doni ju, i drejton Rama. Të tjerët janë aty të vendosur për hir të që duhet një dikush aty. Por në asnjë veprim në këtë republikë nuk bëhet pa miratimin e zotit Rama. Zoti Rama i ka dhënë të drejtën vetes që edhe kur ndërtesat mbi 5 kate në çdo qytet të Shqipërisë do të merret leja nga ai. Pra sot nuk ndërton dot një kotec pulash, po një kotec pulash për pa lejen e zotit Rama. Dhe pa qenë zoti Rama në DNI. Në vijim të kësaj them që zoti Rama dhe zonja Balluku kanë ndarë ndërmjet tyre padyshim të gjitha aferat. Unë nuk i futem fare meritës janë korruptuar, se janë korruptuar, ku janë lekët ajo kjo si futem atë ta gjejnë organet të cilët marrin taksë, paguajnë taksat e shqiptarëve për gjetur ku janë parat e shqiptarëve. Unë po i futem vetëm tek dienia dhe mosdienia. Dienia është padyshim që zoti Rama ka të gjithë informacionet e mjaftueshëm për çdo ministër, për çdo veprim të tij, dhe kështu që nuk bëhet asgjë pa zotin Rama. Kështu që edhe kjo, edhe po mirë, po e bëjmë si pyetje retorike. Janë 2 anije në Vlorë, Tigri 1 dhe Tigri 3. Po atje që ato kanë 3 vite a 4 se kanë ardhur dhe nuk punojnë. Nuk punojnë, vetëm paguhet lek për ato 80.000 euro, 90.000 euro në ditë, dhe ato nuk funksionojnë. Zoti Rama nuk e di këtë fakt. Po kush e ka bërë këtë dhe kush i bënte reklam atyre Tigrit? I bënte zonja Balluku me Yuri Kim. Apo jo. Dhe sot ato anije nuk punojnë. Zoti Rama këtë gjë e di sepse zoti Rama pagon parat çdo ditë për ato anijet atje. S'ka punon një ditë, por një ditë. Kush do marrë përgjegjësi për atë? Sot do zoti Rama që të mbajë zëvendës kryeministri. Do mbajë ai mora ai përgjegjësi. Sepse ti po flet shqiptarëve për buxhetin. Po i flet shqiptarëve për buxhetin, po tregon atyre buxhetin. Po mirë. Një pyetje atje bëhet. Ku shkojnë këto para? Sa e veten ditë, sa ka shkuar në muaj dhe sa ka shkuar gjithë këto vite shpenzime për 2 anije qoka politike. Kështu që unë mendoj se zoti Rama nuk mundet të fshihet si struci, të vë kokën poshtë edhe ndjet trupin lart dhe thotë që nuk më shikon njeri. Jo, mor jo. Zoti Rama është përgjegjës sepse qytetarët kanë votuar atë. Qytetarët kanë votuar atë për ta drejtuar vendin. Kështu që mundet të lajt duar të thotë që unë nuk di që. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia ime si gjithmonë.